Bregdeti i Darzezës është kthyer këtë të diel në një pistë të vërtet garash me kuaj. Në aktivitetin e zhvilluar në kuadër të festave të 28-29 nëntorit, morën pjesë 16 kalorës nga gjithë Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe Kosova. Sipas organizatorit Indrit Plangaj, gara u zhvillua me pjesëmarrjen e 4 klubeve sportive, 16 garuesit e të cilëve garuan në 3 gara shpejtësie në një gjatësi prej 2 dhe 3 kilometra, ndërsa ka apeluar për më shumë vëmendje nga shteti për të mbështetur sportin plot adrenalin të hipizmit. Ka ardhur koha që vendi ynë të përfaqësohet edhe në turne ndërkombëtar, ka theksuar Plangaj. Mendojmë që ja kemi arritur qëllimit dhe shpresojmë që në të ardhmen të organizohen kampionate të tilla, duke ofruar të apasionuar pas kuajve. Sepse qëllimi i kësaj gare ishte me rastin e festave të flamurit dhe të afrojmë sa më shumë njerëz të lidhen me kalin. Çfarë përfaqësoi gara e sotme? Atëherë, gara e sotme është organizuar për nder të festave të flamurit, organizuar nga klubi Kalorësit Ilirian në Shkodër në bashkëpunim me Hipodromin Gizone dhe me klubet e kuajve të qytetit të Fierit. Ndërkohë, në përfundim të aktivitetit, i cili u ndoq nga qytetarë të grupmoshave të ndryshme, u shpallën për të 3 garat 9 fitues të vendeve të para, të dyta dhe të treta, por Fjeraku Beso Shkrela me Kalin Luna ka fituar për të disatën herradhazi, duke krijuar ovacionet e këtë pranishmit. Kalorësi fitues Eduard Cinga u shpreh emocionuar duke bërë thirrje gjithë të apasionuarve pas hipizmit të bashkohen këtij sporti. Edhe Brazia Angula Rap ka marrë vendin e parë me Lunën. Edhe jam shumë i gëzuar. Nuk është era e parë apo jo që jeni kampion? Kam bërë shumë gara dhe kampion domethënë herë për herë jam. Pastaj më vonë. Për të sajtën herë jeni kampion? Me vite flas. Derisa morëm me këtë sport, u bën vite. Vija bregdetare e plazhit të Darzezës është kthyer shpesh herë në pista aktivitete të ndryshme sportive.